Situata hidrike në kaskadën e lumit Drin paraqitet të qëndrueshme. Sipas të dhënave zyrtare, nivelet e ujit në liçenin e hidrocentraleve janë brenda parametrave të menaxhueshëm. Aktualisht niveli në Hec Fierrës është 292.7 metër, në Hec Koman 171.7 metër, ndërsa në Hecin e Vau të Deos 74.6 metra. Prurjet natyrore në kaskadë regjistrohen me vlerën 900 m3 në sekond, në Hec Fierrës 350 m3 në sekond në Hec Koman dhe 150 m3 në sekond në Hec Vau Deos. Jo zyrtarisht, konfirmohet se shkarkimet vijojnë në hidrocentralin e Vau Desit në kuotën e 1300 m3 në sekond, ndërsa situata po monitorohet në vazhdimsi. Ndërkohë, prodhimi ditor i energjisë elektrike në të tre hidrocentralet arrin në rreth 25.000 MW në orë. Korporata elektroenergjetike shqiptare bën me dije se situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe se do të vijojnë të informojmë në mënyrë transparente operatorin publik edhe institucionet përgjegjëse.